Hej, mirëmëngjesi. Ditë shumë e rëndësishme sot, 22 korrik. Transferimi i embrionit. O zoti mat, me shumë emocion. Shumë emocion. Ja, isha gjithë natën kështu. Thesha, sa ndej këtej. Unë ngrita më shpejt. Kam hecur, kam gjysmë orës që po heci, ora 6:24 e mëngjesit. Të premte për të shtunën, u bëdiva në mëngjes, kisha dëshirë të madhe që të bëja një seancë Theta Healing me Aurorën. I kërkova ndirë, mu përgjigj pavarësisht se Aurora nuk punon të dielën. E bëra seancën dje mazite të dielën. Desha që të çlirosha sa më shumë, sa më mirë, që çdo qelizë imja të jetë on top, që unë të përgatit trupin për transferimin e embrionit. Ja arrita qëllimit, ja më mirë. Kjo është qetësia e shpirtit, e mendjes dhe trupit që mund t'i bëni vetes, duke u marrë me meditim, me yoga, me sport, me hecje, me hipnozë, me Theta Healing, dhe unë po i praktikoj këto të vetja, edhe kam pas rezultat shumë pozitiv. E di tani ku ta gjej ilaçin për gjendjen time emocionale. Një të shkruar Aurorës, një Theta Healing aty. Opa, cili lulja. Kam me të vërtet shumë emocion. Mezi po e pres. Atëherë si ndihem unë? Ndihem e sigurt, e bindur që do e kem suksesin. Shumë andjen. Do i tregoj më vonë se si do kaloj procedura, se si do, edhe pse e di se i bie tjetë hera ime 4 që po e bëj këtë gjë. Shumë emocion. Ju që se keni provuar akoma, ju që e keni provuar njerë, e di se çfarë ndjeni, e di që mund të keni ato dëshimet tuaja, do eci, s'do eci, qysh do jetë, por atje nuk më lën që të bëj video, dhe s'besoj se të bëj video atje brenda. Jo s'besoj, por nuk kam për të bërë video, se e di që nuk lejohen. Po do e tregoj, thjesht do tregoj. Kaq më vjen të bëj ecjen. Kam disa gjëra për të bërë që mos lëviz fare sot. Kam gatuar, kam bërë përgatitjet e mia, ushqimet e mia që bëj për Hashimoton dhe tiroiden që mos të lëviz. Kam gatuar goxha gjëra, do bëj edhe një supë të mirë sot, që ta kem dhe atë. Dhe duhet të hajmë shëndetshëm, duhet të hajmë mirë, që të rrisim embrionin, që të ndihet sa më i ngrohtë, më i butë dhe më i përshtatshëm. Kjo është lumturia ime. Dhe ka për të zgjastur shumë kjo buzëqeshja ime kështu. Se dhe më pëlqen dhe vetja kur qesh. Nuk e di pse, dhe më të janë qik të kështu katarosh, po më japin lezetin e vetë aty, më specifikojnë, më karakterizojnë që unë jam e të lira. Nuk kam dashur që në 8 vjeçare edhe në gjimnaz diçka e tillë më tha babi, ja mu do i bësh dëmët, jo thash, kjo jam unë. Nuk më prishin pullëmbët, po truri është ai kryesori. Edhe i kam lënë kështu që të më karakterizojnë. Jemi rrugës për transferuar embrionin me shumë emocion. Si ndihesh? Epi. Tjetër, shqip. I gëzuar me padurim. Pse? Po. Se po transferojmë embrion apo se është gocë? Të dyja bashkë. Çfarë ndjen? Shumë emocion. Po në lidhje me suksesin? Po dhe suksesin është mëse i garantuar. Pse është i garantuar? Mund të shikosh para, thjesht fal. Pse ndjen këtë gjë? Po ka ardhur po. Si vjen koha? Kështu kot nga Zoti apo ka arsye specifike? Ka
arsye specifike, asnjë vjen nga Zoti. Jo, vjen edhe nga Zoti. Por edhe shëndeti. Po, na asnjë vjen nga Zoti. Me shëndeti janë tëra gjëra. Mirë, dhe Zoti është paralel me ne. Mirë, po shkojmë. E po duhet shikosh para. Po shkoj. Po pa shumë para. Kështu. Shkojmë me emocion, shkojmë të dy bashkë, me bindje që do kemi sukses, me gëzim të madh, që e kemi gocë, sepse dashurinë e djalit e kemi provuar, e dim se s'do të kesh djalë. Kaq, dëgjojmë. Jam duke ngrënë disa qershi. Ande me ëmbër buzë dhe gysha kështu. Atëherë e shora 7 pa një qerek, pasi erdha në shtëpinë orën 4 e ca, fjeda gjumë, dhe u ngrita në orën 6, konsumova darkën, piva ilacet që duhet pija. Për sa i përket pjesës së transferimit, IVF-i është një proces me shumë surpriza, mendoja se çdo gjë do ecte mirë. Erdhi doktoresha se para se të hym në proces për transferim, vjen doktoresha, tregon foton e embrionit se si është shumë fishuar qelizat pas shkrirjes. Bën firmosjen e letrave pi valiumi, se të japi një dozë valiumi të lehtë, të masin tensionin. Kur erdhi doktoresha, më tha që vajza me embrioni, që unë transferova vajzë, me cilësi më të mirë, ishte cilësia AB, pas disa kohëve ndaloi shumë fishimin e qelizave dhe embrioni diq ose pushoj së shumë fishuar i qelizat, dhe doktoresha vendosi që mos ta transferonte këtë embrion sepse nuk e shikonte të arsyeshme për ta transferuar, dhe kishin shkrir embrionin e dytë vajzë, por cilësia e saj ishte cilësia më e ulët nga të gjithë embrionet që unë kam, dhe është e shkronjës BB. Nuk kisha çfarë të bëja, sepse ai embrion u shkri, pavarësisht se unë mund të thoshja jo, nuk e dua, edhe nëse do ringrihej përsëri, probabiliteti që mund të rishkrihej dhe të kisha sukses do ishte shumë herë më i pakët. Skeptike për cilësinë e embrionit që do e transferoja, pranova. Këtë diskutime bëra me veten dhe jo duke shprehur me zë. Por doktoresha tha që nuk ka të thotë ndonjëherë që cilësia e embrionit të jetë shumë faktor kryesor në planim apo jo. Bëri disa shpjegime nga mënyra e këndvështrimit të fotove që i bëjnë embrionit. Nuk e kuptova fort mirë, ndaj s'po i them këtë informacione. Embrioni i parë që vdiq ishte me cilësinë më të mirë, ishte veza e 28 nga vezët që unë hoqa, dhe embrioni që unë transferova, që ishte cilësisë më të ulët nga të gjithë embrionet që kam, ishte veza e 11. Atëherë e pyeta si ka mundësi që një embrion me cilësi të mirë dhe me test kromozomik mos të ketë shumë fishim të qelizave më vonë. Një ndër arsyet, tha, mund të jetë edhe dëmtimi që i është bërë kur është bërë për test të kromozomeve, sepse e di, kam këtë informacioni dhe kam firmosur që gjatë bërjes së testit të kromozomeve embrionët dhe mund të dëmtohen. Dhe ja ku është rasti i im që po e them. E kam ditur teorikisht, por tani e kam me fakte. Ym në
proces në sallën për transferim të embrionit. Atëherë unë në djalin e parë nuk e kam pas të problematikën. Në transferimin e embrionit të dytë dhe të tretë dhe tani në të katërtin që ishte akoma agravuar vështirësia, rruga, kanali që bëhet për të hyrë në mitër, unë e kam me kthes me hark dhe këtë radhë kishe vajtur 90 gradë. Që duhet të shkonte kështu, harku, duhet të shkonte ajo gjylpëra që duhet bënte dorësha që të më shkonte në mitër. Ishte shumë e vështirë, bëri të pamundurën. Dhimbjet e mia ishin super të mëdha, pas një kohe shumë të gjatë dhe vetë thanë që ishte një nga proceset më të vështira që unë kam bërë në historinë e punës time. Ja arriti me shumë durim, me shumë ndryshime metodas që ajo ta arrinte, ta çonte atë shiringën brenda në mitër në pozicionin që duhej dhe më pas të transferohej embrioni. Dhimbjet e mia ishin të shumta, por e bëm dhe tani të presim. Nuk kam se që të them. Unë dhe bashkëshorti im kemi bërë të pamundrën nga të gjitha anët. Doktoresha bëri të pamundrën dhe thjesht duhet të presim që shpresoj të kem sukses, sepse nuk kam më vajza. 3 embrion të tjerë janë djem, po janë 3 embrion djem, dhe do bëj të pamundrën time me përkujdesje, me ushqime, me gjendje emocionale, dhe të presim, do bëj gjylpërat, do pi ilaçe dhe të presim testin e parë që duhet ta bëjmë, në mos gabojmë ditën e 9 atë 10 pas ditës së sotme. Dhe kaq, këto janë informacionet e momentit. Ju përshëndes.